Dhe keq përdorimit që i bëni zonjave, i jepini fund kësaj komedie. Sepse para ligjit, qofse je hajdut, nuk të mbron fakti je burr apo je grua. Dhe kjo është si replik për një nga diellat që ka sjell Edi Rama në këtë parlament. Dhe me që përmend 20 janari. Ja ku e keni komandantin e grupit të zjarrit, deputet të rilindjes. Le të çohet të na tregoj kush urdhëroi të qelloj me plumb në 20 janar. E ke në grupin tënd Erion Braçe, fol ki guximin. Kush e zgjodhi deputet? Kush e zgjodhi deputet? Ço, dil aty. Dil aty. Dilin të dy aty. Me përveshje dhe Revin Hoxhën, me përveshje dhe atë Albana Hoxhën, dil aty fol. Dil aty, dil. Dile mos fol nga fondi, dil aty. Hajde dalim bashkë aty, hajde dalim bashkë aty. Hajde aty me mua, hajde. Merë Revin Hoxhën, hajde aty, edhe hajde ballafaqojmë aty. Dil aty, edhe hajde na e pserime. Zoti Agron Malaj. Merë fjalën, e ke fjalën. Për replik. Jo, e ka zoti Malaj për replik. Zoti Malaj për replik. Shumë faleminderit deputetit Blushi, që pas 3 muajsh ma dha drejtën flas, kur unë kam folë dhe herë tjera për ngjarjen e 20 janarit, një ngjarje që është pikërisht për turpin tuaj, partisë tuaj, por dhe veprimet mos veprimet tuaja. Josefin, mos fol se është turp për ty të përmesh gardistët, po lema ledhës, nuk më tregoti mu. Dhe e para, ka 15 vjetë që pikërisht ky grup parlamentar flet për mu, për familjen time, për 20 janarin, për grupin e zjarrit, dhe kush këta? Që është e turpshme, që grupi zjarrit në Gardën e Republikës as nuk ka ekzistuar ndonjëherë, as nuk është në asnjë lloj strukture dhe organigrami. Por shpikja që bët ju për deviju gjithat ngjarje, atë situatë të turpshme, dhe pikërisht ndaj meje, ndaj efektive të Gazës Republikës, ndaj Gazës Republikës atyre djemve, burrave dhe grave që i baltosët me pat drejt. Dhe e turpshme edhe për atë që sot del tu dhe folë në Policinë e Shtetit. Vërtet, unë do të them gjithë kolegëve, po dhe gjithë në bare opinionit publik, në të vërtet nuk ka ekzistu kur një grup zjarri. Dhe ata që e bëni se janarin, i janë përgjegjës kryesor janë pikërisht këta këtu. Këta këtu, që me veprimet dhe mos veprimet e tyre, kryu një situatë tillë. Kryu një situatë të tillë që është turpi më i madh për këta. Dhe që këta, jo është gatëra zgjoj suf, jo. Nuk gatëra zgjoj suf, jo. Se ka 15 vjetë që flitet në media, emisione dhe ku do për Istianarin. Thjet për Agron Malaj, për Istianarin që Agron Malaj nuk ka pas as Agron Malaj, as efektive që ka pas Agron Malaj Marci, nuk ka pas lidhje me Istianarin. Do t'jap një ndryshim shumë madh. Në një... Kur unë pytesh atë para prokurorisë, kishim një ndryshim madh midis me atëherë dhe ju sot. Unë kam deklaru dhe kam deponu që në qoftë se një efektivim nën komandën time ka gisht në ngjarjen e Istianarit, unë jam përgjegjës bashkë me to. E kam të shkruar. Po ju, jeni përgjegjës për ngjarjen e Istianarit ku e prorët e mi dhe mbi meje, se ju kështu e keni, për të anashkalu këtë ngjarje, për të fsheh autorët e vërtet, u morët me ca oficer të pjesë gardës. Unë kam qenë komandant i seksionit 4, nuk kam qenë as komandant i forës speciale, nuk kam qenë as komandant garde, as shef shtabi, e me radhë. Kam qenë një komandant i një strukture ku unë kam marrë përgjegjësi për strukturën time. E kam marrë dhe e kam të shkruar të zezën të bardhë, ku asnjë nga efektivët e mi nuk ka pas gisht dhe ngjarje në Istianar. Dhe më e keqja është që e baltosët atë gardën me atë paturpsin tuaj dhe sot vazhdoni prapë. Dhe Josefin, unë jam gardist edhe kam bërnderë tim gardist. Unë kam qenë gardist, jam betu
ti shërbeja dheu, siç kam qenë gardist, kam qenë dhe oficeri i forcave të armatosura, kam qenë edhe në disa institucione tjera, e kam kryer punën time me shumë dëshmëri dhe përkushtim, duke kryer këtë punën time me kaq dëshmëri dhe përkushtim, jam dhe sot këtu në parlament, ku 15.000 shuplaka në qarkun Dibër erdhën kundër jush, ku pas 35 viteve qarkun Dibër e kthym në rrugën e drejtë. Atë vjedhjen e votave tregoja këtij këtu, bashkë me kësaj që është turpi Matit dhe atij që është turpi Dibrës, që gjithë jetën janë marrë me familjar, me shpifje, me maskarada, me roj, pisliqesh, si, shpif, diçka ngelet. Pa ne du të them që lejmë ishte janarin drejtësisë, të bëj punë e saj drejtësia, dhe ta shikojmë se çdo tjetë e vërteta i si janarin. Faleminderit. Zonja Topalli për replik. Në ka përmend Verish parën. A do procedurë mu do më japë? Zonja Topalli, do ta merrni fjalën për replik? Okej, për pas Verish. Dhe jemi ta. Po ju pyes, do ta merrni apo jo? Zonja Topalli? Isha pastaj. Po jemi nga ti diskutojmë gjithë. Apo Nuk ju përmendi emrin, nuk ju ka përmendur. Nuk ju ka përmendur zoti Berisha. Zoti Ervin Hoxha për replik, më pas zoti Berisha për replik. Më pas zoti Berisha, zoti Ervin Hoxha ishte përpara. Faleminderit kryetar. Ishte para. Tani dy gjëra po t'i them zoti Blushi, sepse ti e kruajte veshin me një ish ministër të brendshëm që ka pak më shumë informacion për shkak detyrës që ka pasur. Tani ti dhe Partia e Rimit nuk më bën mu do të pis, as me të gjallë, as me të vdekur. Unë jam i votuar në njësi numër 1 me 20.000 vota, dhe e kam për krenari që përfaqësoj Partinë Socialiste, se vetëm kjo parti e çon Shqipërinë në Bashkimin Evropian, dhe e treta dhe e fundit që është dhe më e bukura, tani ora është 11:35. Tregoj pak parlamentit shqiptar qa të shkruan ish kryetari partisë tënde dhe ti shkon dhe kap gazetarat, po s'kam qa të bëj, më shkruan ai dhe unë duhet flas në parlament, duhet shaj dikë. Faleminderit. Zoti Berisha replik. Tani, Mos ja jap. Po ç'a? Zoti Berisha replik, vazhdoni. Të dashura, nëna, motra, vajza, zonja, që ndisni këtë seancë. Njerëzisht dhe me përulljen më të madhe para jush, çfarë do bindje politike që keni, ju shtroj një pyetje sot. A trupon gjë më shumë një grua, një zyrtare se sa vjedhja e parave të qytetarëve? A kanë të drejtë këto avokate, a përfaqësojnë ju këto që mbrojnë vjedhjen e Lubi Ballukut dhe Tedi Rams? Kaq, kurse për sa i përket atij zotërisë që foli këtu, Agron, ti fole dhe unë i kam shprehur mendimet e mia për 21 janarin e mund t'i shpreh përsëri. A ishte një puç i organizuar për përmbysje pushteti dhe jam shprehur dhe shprehem se Garda ka zbatuar ligjin. Po ti, Agron, do mbetësh një historinë e Matit, hajduti më i madh i 5 shekujve të fundit në atë rreth. Ti me pe, ha e pe unazën, Agron. Shko e shif unazën që i bëre, monumentin e fundit që i le rrethit tënd të shemur. Shko shif i rrugë si t'janë bërë në Mat që i ndërtove ti, sepse bidhje para. Shko shif vilat, hotelet e tjerë. Shko shif bashkëpunimin që kishe me Erion Delin. Agron, është gabim të t'akuzojnë ty për gjë tjetër, përveç se hajduti më i madh i historisë Matit që nga kohë e Skënderbeut gjerë sot. Fjalën e ka zonja Zegjine
Çaushin pas zotit të moralizoti për procedurë. Fri duroni. Për procedurë. Undeske. Po. Kemi 2 orë që dëgjojmë këtu një ish kryeministër që jetën e tij politike e ka nisur dhe e ka përfunduar vetëm me dhunë. Boll me teatr, ky parlament duhet futet në shina dhe duhet fillojmë me rendin e ditës. Fatkeqësia më e madhe e këtij kombit është prezenca jote këtu, Sali Berisha. Po si nuk e turp dhe sedër që